Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një raport i Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës në Shqipëri zbulon mbëshllëqjet dhe problemet me të cilat vjon të përballet sistemi gjyqësor dhe institucionet shqiptare të drejtësisë. Raporti ende në fazën e një drafti konfidencial ngresh shqetësime mbi funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Një fakt i rënd konsiderohet dhe punësimi në shkollën e magjistraturës të emrave të lënë jashtë sistemit nga vettingu. Me 72 vota pro dhe 1 kundër, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projekt ligji për performansën energjetike të ndërtesave. Miratimi i këtij projekt ligji e bën Shqipërinë vendin e parë në rajon që zbaton në mënyrë të plotë direktivën më të fundit të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Kjo nisëm ligjore synon transformimin rrënjësor të mënyrës se si ndërtohen dhe rinovohen ndërtesat në Shqipëri me objektivin që deri në vitin 2050 të gjitha godinat publike dhe private të kthehen në ndërtesa me konsum minimal energjie. Përmes këtij ligji do të hyjë në fuqi librezat e rinovimit të ndërtesave që ndihmon pronarët për investime eficiente dhe me benefite në aspektin energjetik. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj në Kuvendin e Shqipërisë përmendi raportin e OECD-s që rendit Shqipërinë të fundit në rajon sa i përket infrastrukturës. Sipas saj, Shqipëria mbetet e fundit në rajon për sa i përket standarde dhe përfundimit të të gjithë rrjetit të ndërlidhur me rajonin. Raporti OECD-s, i cili publikoi se ku ndodhet Shqipëria dhe treguesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian e lën Shqipërinë të fundit në rajon. Kur flasim për integrimin, realiteti është ndryshe. Sot, çdo qytetar ka të ardhurat 37% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Prodhimi i brendshëm brut është 40% i vendeve të Bashkimit Evropian, por Shqipëria në të gjithë elementet është pas. Megjithëse Shqipëria ka investime më të larta në infrastrukturë dhe koston më të lartë të rrugëve, është e fundit sa i përket standardeve dhe përfundimit të rrjetit dhe të gjithë rrjetit që ndërlidh me rajonin. Raporti OECD thosë se Shqipërisë duhen të paktën 15 vite që të ketë standardet minimale të rajonit, 15 vite edhe për udhëzime dhe kanalizime për infrastrukturën dhe për energjinë. Për të gjithë elementet e infrastrukturës, Shqipëria është e fundit. E kuptoni sa larg ndodhet Shqipëria nga ajo marrja e pasaportës europiane, deklaroi Jurita Tabaku. Sipas saj, Shqipërinë nuk po e nxin opozita, por qeveria, e cila ka në dorë mundësinë për të ndryshuar vendin. Rajoni. Gjykata e Hagës vendosi vijimin e parapurgimit edhe për 2 muaj të tjerë për Arshim Thaçin. Bëhet fjalë për rastin kur ai është akuzuar për krimin e luftës bashkë me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Edhe për 3 shkrerët e tjerë të UÇK-s u dha njëjti vendim. Si shkruajnë mediat në Kosovë, vendimi është marrë më 11 qershor me pëlqimin e kryetarit të trupit gjykues, Charles Smith. Vendimi vjen pas përfundimit të dhënies së dëshmive nga personat e thirrur nga prokuroria speciale. Zyra e kësaj të fundit argumentoi se ekziston rreziku i ikjes dhe dëmtimit të procesit gjyqësor ndaj Arshim Thaçit e të tjerëve. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Severiu Timço Moçuski deklaroi se janë gjithsej 28 qytetarë që janë paraqitur për evakuim nga Izraeli. Është formuar një shtab krize për nxjerrjen e tyre të sigurt. Sipas informacioneve të fundit, 28 qytetarë kanë kërkuar mbështetje për evakuim. Do të organizohet dhe një konvoj i sigurt për transport drejt Egjiptit. Grupi i dytë pritet të largohet nga Izraeli më njëherë pas vendosjes së trafikut të rregullt ajror nga Tel Avivi. Në këtë fazë evakuimi do të kryhet me një aeroplan që do të sigurojë transportin, tha Moçuski në një konferencë për shtyp. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.